mirë se erdhe, Saranda. Shëndetje, mirë se jo gjeta. Kënaqësi me të prit, faleminderit për kohën. Hajde reatohemi. Mirësende për ty. Faleminderit. Faleminderit shumë që ke ardhur sot, Saranda. Faleminderit. Edhe pse ke pas një ditë me plot angazhime, a? Pak po. Pak po. Sot e kena pas një marsh të organizuar nga komuna Mitrovicës, drejtoria për shëndetësi. Si shkoj? Mirë. Kënaqur me mbështetjen, me përkrahjen, me daljen? Ka pas shumë dalje, se kjo që sa vite organizohet, ka qenë edhe vitin e kalune, pra 2 vite, edhe si vjetë. E kena një mbështetje shumë të madhe për kryetarit komunës Bedri Hamza dhe në kryetarit Arjan Tahiri. Kena mbështetje edhe me marsh, Super. edhe me subvencionime gjatë vitit. Më vjen shumë mirë për këtë. Mirë, Sa është rëndësishme për juve, Saranda, që se unë e thash edhe në hyrje, neve si studio A, si emision, munduhemi që juve gjatë tetorit, për përgjatë gjithë vitit, krijojmë hapësirë për diskutimin e temave të tilla, dhe jo veç kancerit të xhirit, por në përgjithësi rrëfimeve të smundjeve të ndryshme që prekin njerëzit. Sa është rëndësishme për ju që kjo të bëhet edhe në 11 muajt e tjerë, jo veç në tetor? Sa e keni të rëndësishme? Është shumë e rëndësishme për me majtë, dhe me thonë, trajnime, me majtë shumë gjana dhe gjatë mujve tjerë, jo veç mujnë tetor ose që është, për me vedisu populata, si gratë, si burat, se kjo ndikon edhe të mashqit, edhe të femnat. është mirë me majtë trajnime, është mirë për vedisim, se kjo smuj vjene pa pritne. Po, zakonisht që në Mitrovic për foli, majnë trajnime shumë shpesh edhe jashtë mujtë tetor. Kemi organizata, unë për momentin e kemi formu një grup, një OJQ-s kështu për mbështetje grave që janë smuta. Majmë trajnime shpesh, i diskutojmë halët edhe për smundje edhe për jetën e përgjithësi. Nga ana buxhetore, se faktikisht kjo smuj është e kushtueshme, përgjithësi, po. A ka raste kur, sa do të ralla qofshin ato, kur vreni që dikush po e përdor kauzën për qëllime të tjera, për përfitime të tjera personale, qoftë mbi imazhin e tij, qoftë mbi një fatkeqësisht me që qëlluam edhe në kohë zgjedhjesh e fushate, ndoshta dikush edhe për fushat elektorale? Nuk më ka me rastis kështu në një rast. Tash nuk e di vendet tjera, për flasë për veti, nuk më ka me rastis salat dishka kështut. Uroj që të mos ketë, kjo është shumë e rëndësi, duke ditur edhe peshën që ka për të gjithë ata që preken. Para se dalim tek historia jote, si jeti sot me shëndet? Mirë, për mundona më konë mirë, pa marë parasysh se edhe dje ku marë ciklin e kimioterapisë, pak ju më konë edhe lodhne, po sot jo më rate pjesa e marshit, isha pak ma, se fakt është kur te merë kjo të lodhë pak, rrinë 2-3 ditë, se edhe mu më ka që një kodë gjatë, në veç i lash 5 vite që jam diagnostifiku me smundjet kancerit, po tash jam prapë në kimioterapi, dje ku më përfundu ciklin e fundit, tash i kam vazhdimësi rezatimet e këto, pak isha e lodhne, po besoj ja dalë. Dhe tash ja kom dalë me këto sfida, do të mundona. Me pozitivitetin që e ke. Për gjatë gjithë këtyre 5 viteve, the që kanë kaluar 5 vite prej diagnostikimit tënd, cila ka qenë periudha më e rëndë? Mund tjetë ajo e marrjes së diagnozës? Po, ku jam në 2020-ën, ku jam diagnostifiku, kom fillu me pas probleme pak, edhe shkova të mjeku, edhe më thanë mi bo një memografi, jo mi bo biopsin, edhe prita një javë. Unë e me thonë drejtë, unë jo me Gjakove, se martunë në Mitrovicë. Edhe qatë ditë nisë nga shkoj për Gjakove, të prindë. Ta më në hymje Gjakove se merë dhe raporti. Prita këtë ditë, nuk e merë qatë ditë më rrivi. Edhe aty, u takova me vlaun, shkova të një afërm familjar që është mjek, edhe pja të regoj biopsin. Edhe me i herë, dhe në startë më tha, du është kështu, tha,
shpejta, me urgjenta, mi hek gjion, tha se ka dollë karcinoma që kjo gjirit. Aty mu dok që mu sham krejt ajo klinika mi kry hupa, nuk kisha në gjendje mi marrë vetën, qatë që isha me vlon një kohë shëtita në Përgjakov dhe e mora vetën, se ta shmja kom tu edhe prindve, familjes, shokut e fmive, i kisha fmit e vegjel. Edhe shkova të prind, filloj unë me folë, me i herë fillova me qajtë, ish. E mëra kështu si bombë. Edhe u desht me vendos sa ma shpejt për me himi mu operu. E ku mu operu gjion e parë, jo mu operu në Gjakov. Po mas një vjet e 3 muaj më ka ra në gjion e dytë. Edhe ata e ku mu operu dhe më thonë Prishtinë. Po filloj më prekin pjesë aksilare në setla, mas 2 jave më ra në setla prap. Dhe më thonë për 2 vjet mu më ka ra 7 herë me hi në salë. Filloj me kom pas shumë vështirë, se jo kur fillu në flokë me mra, i kisha do, adi që mu isha mu pajtu, e kom pas një loj si depresion, filloj mu mërzit isha shumë, isha ka ndodhë mu doke me mu që me kërkan. Po me ko, që thojnë janë sfidat Zotit, duhet mi përbalu, monona që thojnë për familjen, prind, fmit, shokon, monona tëna mi përbalu që më konë. Që shë menaxhuve, Saranda, anën psikologjike, sepse the që janë proceset cilat njeriu nuk pajtohet që po i ndodhe, nuk pajtohet me pa vetën në atë gjendje, sidomos ndoshta edhe me të pa të tjerët me atë sy. Si punove me vetën? Në fillim, e unë pas shumë vështirë, fillova mu izolu, nuk dilsha, kisha shumë vështirë. Sidomos herën e parë, kër më ka nëra flokë, më ka do shka ka ndodhë me mu më kërkan. Po, me anë familjes, shoqnis, fillova dilsha. Edhe një ko, kemi një pjesë në qëtiret Mitrovicë Bajgorë, shalë Bajgorës. Edhe atje e mu shoku një pjesë tokës, shko isha risha atje, është vendi natyrë. Jo më dalë shumë për shkak të ajrit, me hece, me shoqni. E kam edhe një shoqe, ajo është i ka me organizata, që të që e Friends, Albone Sadiko. Edhe ajo, do më thonë, ma në trajnime që shtu me gra, i ka këto. Nuk e më kalon një trajnim pa mëftu. Delthike, se ndryshon. Edhe gjdo aktivitet që o majtë, unë jëmë shku. Edhe nashta si jëmë konë për qatë vand, po jëmë shku që me ndryshu. Adin, më smënajtë se por resha në shpe, ma jam shkike gjithë ka. Kështu që dilsha. Qëka i thojshë vetës në këto momente? Me ta thonë kështu sinqerisht, që e ke mendu? Isha për ndodhë me mu, vdes, e mendoj isha djalin e kom pas shumë të vogël, as 6 vjetë që ka pas i vogli, ku jem diagnostifiku. Ato e kom pas parasysh. Djemt, se 3 djem i kom, 12 të isha këta i kam bo vjetë. Jënë zotë të vetës. Unë e vishë për para shisha atë voglin. Edhe mas shumë ti më ka japë forcë, më ka shty me jetu, edhe sot ku jam, do më thonë, djali vogël, besa dhe prind, familja, se dhe prind pak normal i kom me moshe, adin kërë shisha, thesha... Ishte problem kumtimi i lajmet, qysh e marrën fmit, me djali pas ka qenë shumë i vogël, nuk besoj që ka qenë... Nuk i patëm të regu, unë atë natë kër e ku marrë lajmin, dhe me thonë qëllova të prind, e thirëm shokun në telefon, i thash kështu, thash se kom situatën mirë, ajo prej thash si normal edhe ajo, si burë, nuk e murë mirë, thash dush me folë, thash edhe me djemët, thash unë e një servi, duna më përgatit, ish ditë vikendi, thash se mu më vjen një avën tjetër me himo operu. Ajo normal u mërzit dhe ma ndërprejve telefonin, po kur shkova mas në e ula, me djemëte, me shokun, ju spjegun paka shumë, normal e morën edhe ata pak se emrin, kjo smundje ka të keq. Po, u pajtova me fatin, nuk fikishe sha me bojën, sprovat Zotit, ka herë dhe thëmë, Zotit nuk na qënë ata shka s'mujmi përbalu. Po, kom besim shumë të madhë të Zotit, që thojnë, besoj që kom i kalu dhe këtë sfit.
Se është shumë e vështirë që ka nashta 2 muaj një shoqë që na ka ndru jetë, që kena pasur në grup, Ngushlime. Besa Asani, faleminderit. Edhe qatë kohë jam konë kohë terapisë. Edhe sa është kësha me marë terapinë, se kom pas çdo javë, dej me dje. Isha mas pari mi pa. Edhe dyqysh kur e shifsha, sot isha din, se tha shumë shpejt e përfshivi, isha që mu kanë bo 5 vjetë, do më thonë, i lash, pa hepë, thëmë, o sot, ndorë tone. Se kur vjen adin i shetë qëto raste, normal është që vdekja nuk vjen pa një sebeb. Po kajherë nuk takon ata që ka jetu e përjetu. Normal. Po, apet tëmë, Zotit qysh në ka shkru. Sa më herët që po ashtu edhe me që jemi në muaj ndërgjithësimi, me se cilën prej zonjave që ka qenë këto, du me lani hapësirë të madhe, diskutimit edhe të menaxhimit të financave. Pra është diçka që kërkon goxha kosto edhe janë varësisht prej individit, po fazës në të cilën gjindet, po janë të shpeshta terapit, janë të gjata, edhe që shumë prej tyre nuk i kemi. Si ja ke dalë ti? Mendimen e familjes, shoqënis, kemi pas subvencionime edhe, si që ceka ma herët, për kryetarit komunës e nën kryetarit, a janë ta iri, çdo vit na kanë subvencionu. Po ashtu edhe në pjesë vejore të komuna, po familja, shoqëria, kush sa ka pas mundësi, na kanë afru, se është faktor që jenë kostot të mëdhaja. Se tash për shembull në spital ti kur shkon, lajmërohesh, kur vje puna të recepcioni me një sallë, veç ti bojnë minusa, dush, ki shkon e blen, s'ki met pa e marrë terapin. Po, deti tash, ju mundu një farë menaxhimi, mi bo, po, jënë të kushtushme, sidomos kur për të thojnë njojnë qizimet e këto. Sigurisht, ka një kosto të lartë, po mbi ka shumë mirë që keni edhe mbështetje prej komunës. Ajo është domosdoshme, kemi pëthom që sa vjetë, vish i dërgujem dokumentat në drejtoritë të shëndetësisë, do më thone kemi pas edhe për shëndetësisë, edhe për kryetarit, e nën kryetarit, kena pas ndihmë, unë që sa vjetë jam aty, kemi pas ndihmë, kemi pas, për shembull, që edhe vjetë e kanë pas organizu kjo Valbone Sadiku një panajër, kanë dalë gratë, kanë shtit kush sa ka dasht, që kanë mujtë, edhe ato të holla, shka janë grëmbullu, dhe më thonë, e kanë formu një grupë, kush o konë për momentin terapi që janë kushtet ma të vështira, me ato mundësi ju kanë dhonë, është shkolla mjekësis në Mitrovic, është shkolla London School, çdo vjetë organizojnë që dalin në shesin mbëlsira gjana, ato është ka mbledhen të hollat edhe na shpëndojnë. Po nuk ka mungu pi komunës asnjëherë. Do me thonë, edhe na kanë jap Ministria e Drejtoria e Shëndetësisë, po dhe me gjana tjera na kanë ofru shumë ndihmë, mbështetje edhe me trajnime edhe me gjitha. Këto i kena pas pi, më thonë, kryetarit, e nën kryetarit, kena pas në mbështetje ballë. Ti the je prej Gjakovës e martume në Mitrovic. Në pjesën veriore. As kanton Gjakovarë s'dalin prej Gjakovës, a? Jo. Jo. Jo, me shaka sigurisht. Mitrovic veriore, në lagjën e Boshnjakëve. Je martuar një periudhë goxha të rëndë. Si ka qenë ajo? Në fund 99-ës. Me nesër i bëj 26 vjetë martesë. Nesër? Hajde urime edhe shumë tjera. Në tetor jë martu. Po fatin e kom pas normal ashtot. Edhe atë kohë nuk e kom parashiku bashkë që është situata që ashtu me njeme. Keni arrit me bona i festa diçka? Jo. Fakt jo në ardhë me krush që më kanë marrë. Okej. Dhe në Mitrovic, dhe më thonë, te i thojmë na pjesa stacionit trenit, aty i kemi ndru veturat, se nuk kemi gudzu. Veç kush e ka pas lejunet që ka banu aty, edhe aty, kur i kom ndru kjeret, pa ta thonë vetë me vetë, isha me velo, e sam, i thëmë shokut, syna i thash, isha përbohët këtu, se unë nuk e kom di që bashkë qashtu situata. Ju tha, duhet ta veç kush banon, kënej me hi, edhe
shkova në shpe, po nuk kemi mujtë me organizu dishka, se shkoha hala, mas luftës me herë, po dhe situata hala nuk ish në Mitrovica atje, për kunder dhe shokut ja patën vra babën me dhej qërshor, edhe kështu që nuk mujtë me organizu dishka, adin me bo naj fest, naj mirë. Krit ajo periudhe e jotja sigurisht nuk ka përfundu, ne gjithë e dim nuk ka përfundu me brenda vitit. Kanë qenë situata te për të rënda, a ke qenë ndonjëherë dëshmitare e ndonjë momenti te për të rënd të shkaktimit të dhunës edhe të përndjekjes së shqiptarëve në pjesën veriore? Kom qenë shumë raste, pra të fillim do më thonë, unë edhe sa isha martu isha re, ka pas trazira këtë kohën, na patën sulmu shpe, jo thy dritare këto, po zdara e re nuk e kom shti ashtë, po filloj me ko, me mhi një farfrige, rastin që ma shumë t'je maj, kështot ne, shokun ma largun për shpis, e kisha djalin as 6 muj, djalin e madhë, ishtë situata shumë e keqe, kënë afru ushtarët e ushtrisë qëllimtare Kosovës që erdhen për ndim thuja për të na, po qa që filloj kauza keqe edhe ma largun burin për shpis, isha me fmit vogël edhe me vjerën. E largun për 1 muj dit, edhe mos mu djali, erë shoku hini me një motor, me një shok, të dale zuna pet, e ja shtyn prap. E kom pas shumë vështirë mi menagju, se si 2 femna me najt vetëm shpe, edhe ishtë situata që natën, ata dilshin, sulmojshin, gjujshin, o konë shumë vështirë. Në 2001-ën, kanë pas fillu bëjshin roje para shpis, ku unë banoj, unë konë që shtu të rinia krejt, edhe pak ma në moshe kështu. E aty e kom pas pak vështirë, se një ndër këshit aty një djallë është që ka ndru jetë 15 vjeqarë. Edhe a i vjen mi taku vlaun, ish njës për shkollë, vjen mi taku vlaun. Aty Armendin Ibrahimi, këtë që ka ndru jetë ka qenë Gazmend Ibrahimi, ka qenë 15 vjeqarë. Sa i qita mo qajat, edhe ishin të rujtë, fillun shkijet mo të bu. Dhe këta vraprunën në fund rrugës mjë dalin prit, edhe apis njëllë të gjujtën bombën. Edhe qëllun dikon rrëth 15 vetë, edhe unë dalë me i herë, edhe një 2 kushi që i kisha, ku nuk kish ma fështirë, mi pa krejt në për tokë, që me kolica kështu që bartën plehat, i kemi hypë, mi që dejnë fund rrugës, se këforje blokoj me i herë rrugën, e kur erdë rasti Gazmendin, mi asi nuk mujtëm, mi asi se kesh shumë i ronë. Edhe nuk di që ku ma afru dhe i në balkon. E ku më pas shumë fështirë, ka që isha dhe e re, edhe nuk e disha fort të rejnët kështot, aty e ku më pas shumë fështirë. Me gjitha të që në këtë regu shumë e kucemshme në atë... E ku më shti në bërë, po ma e keqja ishtë që i ku më pas ushtarët franqezë para shpis, 6-7 ushtarë, po nuk morën kur gjo masa me na japë në ndim. E di si sot më kujtojt ka qenë një ushtarë në shtetësia arabe. A e viqua afru dhe po më thëtë preja rollëkën, edhe mi dhonë frymë në gojë. Po se kuptoj sha e mu një skalper dhe po më thëtë, unë edhe e preva, i thëmë një kujshisë dhe ajtash, api atësi, se më vike kesh që isha nusë e rej, do i tha nusë unë nuk mu, i tha se vishë sa nala ciguar, tha dhe u prej ka shumë, marrë me i dhonë frymë. Disi baloni kur që përthen që shkon bësh, e disi sot, veç me habo nusë, ta shkova, ta shio gazi, ta ka dale, bënoj fort. Veç të fjellë me ka thonë edhe, ka dhonë shpirt, e ku më rahatu, e ku marrë, e ku më pështel me një batanie, në kraj e ku më qitë, deri në fund rrugës, në kërtë policisë. Tash mu këthyone, mi marrë djallin e kisha në djep, mi marrë djallin e vjerën e me dalë me ikë. Kemi pas shumë vështirë. Po, jënë sprova që kemi kalu shumë, anej. Sa gjatë kam përcjellë këto përjetime, edhe pas
përfundimit? Valla, shemëll, deka 2005-2006, besa na patën bërgos edhe me burrin, jo armatimi, jo kjo, na patën bërgos. Adim ka ra shumë sfida, po duhesh mi kalu, se dhe me thonë drejten është vështirë, kush e ka me banesa, kanë pas hajt ju ndalë, se zorit ka detyru me dalë, po dhe shtëpia 10 milion. Një anë, shoku thot, shpesh, më ka shku baba për që të shtëpi, nonën e ka pas plagosne, edhe pse tash ka ndru jetë që 13 vite, e kemi vështirë milion shtëpinë. Edhe pse për kunder ka në afru shemëll mi shite kështu, kur s'kemi pranu. Nuk e leni tokën e juj? Jo. Edhe pse unë jam nu, se jam kohën ardhat sake, po thuja që 26 vjetë banoj aty, çfarë do mundësi e mu afru nuk jam për mi shit. Pas ke po shumë për komunitetin atje në atë periudhe, edhe pse ke qenë e re në mosh, po duke qartë që i keti paret e një zonje të hekurt, kështu që e lekë që nuk dërzohet pavarësisht çfarë do sfide, dhe po i përshtatet shumë ajo thënia që e them më herët, duket nuk qënë zoti diçka që s'mundesh me përballu, edhe unë po e ndjej edhe pozitivitetin tënd në mënyrën edhe se si e ke pranu smundjen, uroj shumë që gjithçka të përmbyllet me sukses, edhe të falenderoj shumë që mirë dhe sot me nda këtë rëfim me mua. Shumë falenderit edhe për juve. Një porosi e kam për gjitha ato që janë diagnostifikune me këtë smundje, le të bohen ma të forta se hekrej. Le të vëdison, le të kontrollohen. Për çdo gjë është mirë konsult me bo, se kjo është smundje e pa dukshme. Ka raste që pa një simptom, aja vish fillon. E kështu që zbulimi i hershëm është një shpëtim për jetë. Kështu që le të vëdison, le të kontrollohen, shpresoj që na zvoglohen këto raste, edhe besoj që ja dalim me këto sfida.